t'ja u kursej fjalën e gjatë gjithë atyre që janë përballë diellit, sepse është shumë e padrejtë që të vazhdojnë të rinë këmbë në atë diell edhe të dëgjojnë mua. Dua vetëm të them që më vjen jashtëzakonisht mirë që sot jemi në një tjetër finish pas një tjetër maratone ku faktikisht ndërmorëm një transformim të domosdoshëm, por edhe rrënjësor të kësaj strukture dhe sot hapim dyert e një materniteti tërësisht të rilindur, duke pasur edhe kujdesin për çka i takon të kaluarës si trashëgimi kulturore, por edhe hapësirat e reja të cilat i shtohen këtij materniteti dhe e bëjnë më të lehtë pa diskutim shërbimin, e bëjnë shumë më cilësor edhe qëndrimin e nënave dhe të fëmijëve që hyjnë dhe dalin nga ky maternitet. Transformimi i shëndetësisë është në sytë të gjithë atyre që duan të shohin, por shëndetësia është në të njëjtën kohë edhe në gojet e të gjithë atyre që nuk duan të shohin. Dhe unë dua të bëj atë që bëj gjithmonë kur më jepet mundësia, të shpreh respektin tim të gjithë mjekëve, infermierëve, të gjithë punonjësve të shëndetësisë, të cilët bëjnë një punë të jashtëzakonshme dhe të cilët përballen po ashtu edhe me një furi të jashtëzakonshme fjalësh që nuk i meritojnë. Por kjo është jeta, kështu i kemi ndarë detyrat, disa duhet bëjmë punën, disa nuk mbetet gjë tjetër veç se t'i lehin karvanit që shkon përpara. Dua vetëm të kujtoj që sot në sistemin tonë shëndetësor kemi shumë çka për të numëruar, por nuk kemi shumë nga ato probleme që kishim, jo larg po një dekadë më parë. Nuk kemi numrin maramëndës të infeksioneve postoperatore që mbanin njerëzit me ditë tëra në spital mbas operacionit si rezultat i kushteve jashtëzakonisht të vështira higjienike dhe si rezultat i instrumentave mjekësor tërësisht të dalë boje. Dhe në sistemin tonë shëndetësor kryen afro 100.000 ndërhyrje kirurgjikale, nga cilat mesatarisht 65-70.000 janë ndërhyrje në sallën e operacionit dhe 25-30.000 të tjera janë ndërhyrje mikrokirurgjikale. Është një volum i jashtëzakonshëm shërbimi, i cili flet për faktin që mjekët dhe infermierët në Shqipëri i shërbejnë publikut, i shërbejnë qytetarëve, i shërbejnë njerëzve që kanë nevojë për ta me dinjitet, dhe çdo gjë tjetër që ndodh fatkeqësisht në sistem dhe që i bie ndesh gjithë shumicës dërmuese të bluzave të bardha, nuk e ndyn dot pasërtinë e këtyre bluzave. Dhe natyrisht është pjesë e objektivit për ta bërë dhe më të mirë sistemin, për ta pastruar tërësisht nga çdo lloj kanali ku vjen llumi i rrushfetit.